Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Selam aleikum për hoxhën e nderuar. Hoxhë jam mbuluar këtë vit, elhamdulillah. Jam 14 vjeçare, por babain e kam xahil. Ai vazhdimisht akuzon se familja e nënës më ka mbuluar me zor, sepse ata janë fetar praktikues fesë. Nuk e lejon në shtëpi ezanin, nuk e lejon vëllon të falet, sa herë që e thras të falet me mua, ai e ndalon. Nuk e lejon të lëshohet surrën në shtëpi. Ka shumë sjellje arrogante ndaj nënës, vëllait dhe ndaj meje. Allah na falt, por nuk mundem të respektoj babain siç kam pasur respekt për të më herë. Cila është zgjedhja e duhur që unë vetë të sillem me mirësjellje dhe butësi ashtu siç më mëson Islami. Allahu të shpërblet dhe të ruajt. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka dyshim se respekti i prindve është prej obligimeve nivelit lartë. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Thot Allah subhanahu wa taala, Allahu ka bën obligim që të adhuroni vetëm Allahun. Dhe mënyra mas adhurimit të Allahut ndaj prindëve të silleni mirë. O in jahadaka an tushriku, nëse ata të polemizojnë, nëse tojnë me bashkë Allah subhanahu wa taala, për cilën nuk ka argument, fala tuti'huma, mos i nga. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, kurse në çështjet e dunjos sillu mirë me ta. E kjo është përkufizimi më i thjeshtë dhe më i saktë. Prindrit duhet me nderu me respektu. Por, nëse ata kërkojnë diçka për haram, bashkë hiç do të miguë, hiç. Ose për shirk, ose për kufër, ose për gjuna, ose për melon ibadetet, aty bashkë nuk do të më njoftë hiç as baba, as nona, as kërkon hiç. Për shkak se aty njihet vetëm urdhni i Allahut subhanahu wa taala. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, por në çështjet e punët e dunjos duhet mos sill me ata mirë. Sa e përket çështjet fesë, nuk e mban kurrë hiç. Sa e përket shërbimeve të dunjos, duhet m'ia ofruar shërbimet që ashtu që kërkohet. Po nuk e du, po nuk e don, normal edhe ka drejt mos me dash, një mushrik që pengon djalin e vet më fal, po kush e don këto bre? Që pengon çikën e vet më bë fe, tash çish ka mundësi me dash njëri, po këto do të më urrejt. Mirë po, urrejtjen do të më pas të menaxhume, edhe me umunua me bind, me fol me babën e menon, me fol me argumente, kjo është jeta jonë. Dhe me jetën tonë, na bojna që shdojnë, jo ti. Me dash të falja une, me dash të falja ajo është çështje për mua, jo për ty. Ka drejt as një prind kërkon në botë me i thonë fëmijës vetë, ti s'ki drejt me falë. Qysh ka drejt me falë? Pastaj një prind me qëtë nivel të edukatës të në prit fëmija e vetë me më respektu, po ku të respektan ty kërkosh kështu? Kthesh me kështu vetën era çfarë negativi i. Edhe pse normal të më koni gëzuar, elhamdulillah që djali falet, çika falet, don moles, don më kon e moralshme, don më kon shembull, më kon sikur gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikur besimtarët e para me i bo pëngjes. Këna me i bo pëngjes fëmijës ta, është logjika shumë e ulët. Është logjikë shumë e ulët me e penguar në adhurim, me penguar në fe fëmijën tonë. Në vend se më konë që me nëzite, me ndihmue, nëse s'falit me thonë e që u falu, nëse s'mërët me thonë e në ambulesa se s'bën, tja u këthyje prapë si të ata, për këta, inshallah Allah subhanahu wa taala të forcon ty në fe dhe vllahun. Prindërit do të me respektue në maksimumin e lejushëm fetar, përveç në çështjet të cilat kanë bën me gjuna, ose mos falet diçka, ato s'do të më ngua hiç, edhe nëse e urrejnë kur gjë të keqe s'ka hiç, për shkak se e urrejnë për shkak që aty me pengesave që ti bën për fe, edhe kjo është kitë mrena ligjit shariatik, edhe ai për me e hekë të rrejtje për fëmijës vetë, do të me hekë sjelljen e vetë
të arrogancës, vallahu a'la wa a'lam.